Jemi bashkë tani për të bërë bisedën e fundit për ditën e sotme për emisionin e mëngjesit dhe kam shumë kënaqësi sot të flas me një prej doktoreshave më të këndshme, më të mira, të cilat kam takuar unë ndonjëherë. Ajo është Viona Maloku, të cilën e kemi në lidhje direkte. Mirëmëngjesi Viona. Mirëmëngjesi Rita, si je? Unë jam shumë mirë, si je ti, si je zgjuar sot? Mirë, vetëm pak me emocione. Me emocione? Për diçka që e bëj shpesh, po jam shumë e lumtur që jam sot me ty. Edhe unë jam shumë e lumtur që je sot me mua, sepse ke pasur mundësinë edhe t'i shohësh dhëmbët e mi. Je kujdesshme. Jemi takuar bashkë, kemi folur për këtë temë bashkë, kështu që thjesht edhe shikuesit tanë të mësojnë diçka më tepër mbi higjienën, në përgjithësi higjienën orale. Tani unë kam këtu shumë pyetje, po do të filloj me një të përgjithshme. Përse mendon që higjiena orale është kaq e rëndësishme në përgjithësi për shëndetin tonë të përgjithshëm? Kjo ka të bëjë me shumë faktor brenda saj, në fakt, po duke filluar që është vendi me të cilën ne ushqemi, me të cilën edhe flasim, organet, do të thënë goja është dhe organet primare me të cilën kemi kontakt me personat në fillim, edhe nga ana sociale. Në fillimisht ka shumë impakt, shkak se ne flasim me njerëzit edhe një erë jo e këndshme, gjithçka do ishte problematike me fillim. Pastaj të fillon edhe probleme tjera, të cilat janë probleme shëndetësore që mos shoqërojmë me një higjienë të dobët. Prandaj vetëdijësimi që ka filluar tani në çdo ditë më shumë tek njerëzit është diçka që po na lehtëson punën edhe neve, se po e shoh se ka ndryshuar dhe qasja e njerëzve përgjithësi e pacientëve ndaj higjienës orale. Shkak se po se mbajtëm një higjenë në rregull, ajo do të fillon edhe na shoqëron me shumë probleme tjera të cilat fillojnë hap pas hapi, duke filluar me probleme periodontale, të cilat janë të këmishrave të dhëmbëve, të cilat pastaj fillojnë edhe shoqërohen me sëmundjet kronike që mund t'i ketë një pacient. Po marr parasysh edhe nëse nuk i ka një sëmundje kronike, ato shoqërohen edhe tash edhe nga ana sociale të komplimentojnë, të cilat nuk fillon edhe të mos kesh mundësi të kesh një jetë shumë të rehatshme edhe në marrëdhënie me njerëz të tjerë në përditshmërinë që i kemi. Patjetër. Do kisha dashur pak të ndalem në diçka që duke hulumtuar dje, kuptova unë për herë të parë, sepse nuk e kisha ditur që kujdesi ndaj dhëmbëve ka të bëjë edhe me disa sëmundje të tjera të cilat ndërlidhen. Ma sqaro pak nëse ke informacion, ndërlidhen këto probleme me sëmundjet e zemrës apo diabetin? Pikërisht, është diçka që kam pasur edhe në gjase këto kohë të fundit të lexoj edhe disa lëmtime të fundit që janë bërë, po edhe nga literatura të mëhershme. Sëmundjet kronike, pacientët që kanë sëmundje kronike në përgjithësi kanë edhe nevojë që të kenë kujdes të vazhdueshëm ndaj vetes. Nuk është që mund ta lënë edhe mbas dore veten, shkaku se atë goja nuk ka të bëjë për shembull me këtë sëmundje që e kam. Fakt, goja lidhet me secilën prej tyre. Edhe mund ta përmirësoj edhe mund të përkeqësoj një situatë që e ka një pacient. Për shembull një pacient me diabet, i cili e ka probleme edhe në shërimin e plagëve, qoftë të vogla, qoftë të mëdha, nëse nuk ka kujdesin parsorë, nëse ka probleme periodontale, ato fillojnë duke u përkeqësuar me kohën. Duke pasur parasysh që niveli i sheqerit në gjak është më i lartë tek pacientët që kanë diabet, është edhe ideale për rritjen e sasisë të tyre. Në momentin që kemi një bakteri është edhe një vend më i përshtatshëm për ato bakteri që të rriten, të trifishohen në një sasi shumë më të shkurtër se një person i cili nuk vuan nga këto sëmundje. Këtu e para futet diabeti, pastaj tek sëmundjet e zemrës, cilat tek ata pacientë, cilët kanë më pak e kanë edhe punën e zemrës më të komplimentuar, me një farë mënyrë kanë më të dobët, si ta themi si popullorçe. Tek ata pastaj duhet të kemi kujdes për shkak se gardi, si ta themi, mbrojtja e zemrës është më e ulët. Edhe çdo bakterie mund të udhtojë shumë më lehtë dhe të atakojë një zemër e cila është vetëm më e lodhur. Janë disa lloj bakterieve të ndryshëm, të cilat pak a shumë i bëjnë atak të njëjtat sëmundjeve. Është edhe një sëmundje njëjtë edhe tek problemet e trurit që mund të ndodhin sulme në tru, apo kam lexuar që edhe në sëmundjen e Alzheimerit tani janë gjetur që është një lloj bakteri të cilët e kanë rritur duke bërë autopsinë pasi që kanë ndruar jetë pacientët, që është një lloj bakteri që gjendet në gojë, e cila ka mund të nëpërmes kapilarëve ka mund të ka udhëtuar drejt sirës, domethënë drejt kokës, edhe ka shkaktuar edhe fillimin e Alzheimerit, që ndoshta po të kishte kujdes paraprakisht pacienti nuk do kishte këtë problem, ose nga
problemet që thash edhe nga sulmi, për shkak se po u thoj një bakterie nga këto që thash janë Polyphoronus gingivalis, janë disa nga që domethënë kemi në literaturë që shkaktojnë edhe trashje të arterieve dhe krijojnë arterioskleroz si përfundim edhe që shkojnë edhe në sulme. Këto janë normalisht të rralla, po njashtu tek pacientët të cilat kanë sëmundje kronike duhet të kenë kujdes të shtuar. Njashtu lexova edhe tek mund të krijojnë po inhalua njëra nga këto bakterie, mund të shkaktojnë edhe probleme në mushkëri, të krijojnë bronkite. Prandaj normalisht që flasën se janë edhe në sasi shumë të shtuar, këto, domethënë për sëmundjet periodontale, gurë të shumë që krijohen për ndryshe, se këto janë bakteria anaerobe, të cilat ose klasifikohen në shumë në lloje, të cilat që thash edhe atakojnë sëmundje të ndryshme kronike. E qartë. Çfarë të bëjmë që të mbrohemi nga këto bakterie dhe të mbrohemi nga ky rezultati final që sapo e përmende? Higjiena, po vetëdijsuam që ta bëjmë një higjenë sa më të mirë, sa më të rregullt, ajo do të ulet bukur shumë. Tek ne kanë atë përshtypje që ti laj sa më shpesh, ti laj sa më vrollshëm edhe arri rezultate. Nuk është ideja as që ti lash, është vetë ta dish si ti lash ato. Të kesh një higjenë të mirë, të bëhet larja sikur e indeve të buta, sikur e gjuhës, sikur e gojës, domethënë edhe mishtrave, njashtu edhe e dhëmbëve. Domethënë njerëzit fokusohen vetëm te pjesa e dhëmbëve. Ai duhet të ketë larje nga të gjitha anët. Të përdoret filli dentar, të bëhet shpërlarja e gojës me ujëra të ndryshme që mund t'i merrni edhe në shitore, po preferohen pak më shumë ato në banatore, sepse kanë përbërës aktiv më pozitiv. Njashtu edhe ushqimet. Ushqimet e mira, të cilat na ndihmojnë shumë në rritjen e imunitetit, e forcojnë në shumë aspekte indet tona që mos t'i bëjmë prirje, që mos kemi prirje për këto sëmundje. Edhe ata që si thash që nuk kanë sëmundje kronike, të mos kenë të lashe. E qartë. Cilat janë gabimet që i bëjmë më së tepërmi sa i përket higjienës orale, duke pasur parasysh që ti punon me pacient, je në kontakt të vazhdueshëm me ta. Çfarë bëjmë gabim ne në kujdesin ndaj higjienës orale? Përdorja e një brushi shumë të fortë, e shoh te pacientë cilat kanë brusha të forta, domethënë të forta tek ata po shoh që po kanë rezeksione të gingivës, po e lëndojnë indin e butë, domethënë mishrat edhe anës së faqeve, shoh që kanë ndikuar edhe aksidentalisht duke i dëmtuar. Dhe nuk bëhet larja nga ana e brendshme, domethënë. Që higjiena po bëhet në mënyrë të mangët. Edhe gabimet të tjera janë që edhe po bëhet përse thash nuk lahen gjithandaj të buta, nuk lahet grua, po vetëm pjesë të jashtme, ato që ka kontakt më shumë me njerëz, nuk përdoret fare gati filli dentar, e cila përsoj përdor filli dentar, diku 40% është më pak, edhe higjiena nuk është mbaruar pastrimi së duhet, është 40% më pak. Pastaj është përdorimi edhe i lëngjeve me gaz, cilat dhe ajo është një ndër gabimet, cilat duke i ditur që i bën. Domethënë e dinë që ta dëmton zmartin dhe i konsumojnë në mënyrë të tepërt. Edhe pasi që i konsumojnë, nuk e vazhdojnë me higjenë adekuate. E qartë. A ka një teknikë të saktë për larjen e dhëmbëve? Diçka që ne mund ta shohim ndoshta nuk e di në YouTube të na tregoj se si duhet i lajmë dhëmbët. Po, janë disa teknika, po ajo e cila ka gjetur përdorim më shumë të që konsiderohet më saktë është teknika BASS, BASS, që mund ta gjeni në YouTube, cilën shpesh ja tregoj edhe prindëve që vinë dhe thonë, unë pja lej dhëmbët e fëmijës, po prapë po ka të lashe. Atëherë i them, do ta përdorni, futuni në YouTube edhe shënojnë teknikën BASS. Edhe në atë mënyrë, me një brush të butë, edhe pa ungut, diku 2 minuta do të zgjasi larja, edhe të përdorni edhe brushat sakta, edhe pastat cilat kanë florë të mjaftueshëm, edhe ikin njerëzit përdorimi të për shembull te fëmijët, fillojnë edhe më gjatë japin pastën cilat është për fëmijë, edhe ajo është një ndër gabimet, të cilat të zbatohet sipas kohës së saj. Për 6 vjetë e tutje është konsiderohen ato për të rritur. Më dolet ajo që desha edhe të pyes sa duhet të zgjas procesi i larjes së dhëmbëve, sepse gjatë pandemisë kishim këtë punën e larjes së duarve që duhet të zgjas ca minuta dhe të ketë ca gjëra adekuate gjatë larjes, po të dhëmbët. Kemi një periudhë të caktuar që zakonisht merr larja e dhëmbëve? Ato, shumë në literaturë se kemi lexuar gjithë është 2 minuta, po ajo edhe ndron edhe nga person në person. Nëse është një person që ka një higjenë shumë të mirë, shumë të rregullt,
Ato, nëse e shë që e kam baruar edhe brenda 1 minutë i gjys, pavarësisht 2 minuta mirësh, po kush e dalloj vetë që cili ka mangësi në larje, do t'i sugjeroj që një kohë t'i laj më gjatë, që t'i largoj mirë pa pasërti që mund t'i ke ngelur, që nuk largohen me një larje, largohen gradualisht, si folën pak më herët për bakterjet, derisa ato të shkëputen avash nga indet. E qartë. Sa shpesh duhet ta ndërojmë furçën e dhëmbëve? Kur jemi te larja e dhëmbëve, përmende furçën që ndonjëherë përdorim shumë të fortë. Ka shumë teori se sa shpesh duhet ta ndërojmë. Sipas teje, cila është koha optimale? Koha optimale, prapë lidhet edhe me higjienën që ka vetë personi. Nëse është një person cili në përgjithësi ka higjienën e mirë, 3 deri në 4 muaj, po më shumë se 4 muaj nuk do ta thoja. 3 muaj është ideale. Për shkak se bakteriet mjaftueshëm aty grumbullohen, edhe është koha për ta marrë një të re. Dhe njashtu natyrisht edhe ato ta mbajmë vazhdimisht pastër. Donjëherë ato dezinfektohet me ujë shumë të nxehtë që të largohen bakteriet që mund të kenë ngelur në brush. E qartë. Vion, kemi pacientë të cilët tentojnë të përdorin metoda natyrale për larjen e dhëmbëve, të përdorin, nuk e di, gjëra që shohin në TikTok, në YouTube, dhe ndonjëherë madje edhe dëmtojnë më tepër se sa bëjnë mirë në higjienën orale? Po, kemi, edhe është pak vështirë t'ja heqësh edhe bindjen e njerëzve cilët e kanë që nga fëmijëria. Thotë unë i live mirë që nga fëmijëria me sot bukës i kam shumë mirë. Ato, në fakt, ato nuk preferohen fare, për shkak se kanë veti abrazive tek zmalti, edhe mund ta shkatrojnë, sepse më shumë t'i përdorin sikur në TikTok, sikur nga mjekësia e hershme, shoh që kanë përdorur limonin, sodën e bukës, të cilat nuk kanë fort efekte pozitive tek dhëmbët. E përkeqësojnë, edhe nëse përdoren shumë shpesh, fillojnë të bëjnë përkeqësime më të mëdha, sidomos në qafat të dhëmbëve. Ato kanë aciditeti që ka limoni, nuk preferohet që ta aplikohet shumë shpesh, direkt e dhëmbët, edhe soda e bukës e cila ka veti abrazive, edhe fillon edhe i dërvisht zmaltin, dhe ka dali fillon edhe kollon atë. Edhe zmalti është shumë vështirë të rikuperohet. Është një organet më të forta që i ka njeriu, por edhe po shkatruar nuk e si e kthen brap, do të ketë shumë kujdes, edhe ta ruaj atë me një familje. Dhe të përdorim mjekësi alternative. Përmende pak pijet e gazuara, çfarë ndikimi ka për shembull kafja, sepse thuhet që ndikon, çaji, vera e kuqe në smaltin e dhëmbëve? Kafja është edhe një ndër gjigjet e mia të preferuara, po është vështirë ta shaj, po do të kemi kujdes, pasi që të kemi konsumuar kafen, të kemi konsumuar çajin apo të kemi konsumuar lëngje të gazuara, se ato janë pjesë e përditshmërisë tonë. Po pasi që kanë kaluar diku gjysmore, mirë është që t'i lajmë, të pastrojmë dhe me që ta rregullojmë edhe pH-in që e ka goja, shkak se aciditeti ose edhe kafeina bëjnë që të bjek pH-i i gojës, që krijon ambient ideal për të mikroshumuar më shpejt mikroorganizmat në hapësinë e gojës, aciditeti na shkrin edhe zmartit, se e thamë edhe më parë, prandaj duhet të përdoren me sasi të limituara, jo duke tepruar, sepse edhe çaji për shembull ka edhe veti pozitive, sikur çaji jeshil, e cila ka përmbajtje fluorit që na ndihmon edhe të ulin ndjeshmëria e dhëmbëve, sidomos në mosha më të shtyera. Fluori është një gjë që e konsiderojmë shumë, sikur në pasta të dhëmbëve, ashtu edhe kur mund ta marrim nga gjëra të tjera, nga ushqimet të tjera. Për shembull, çaji jeshil e ka edhe këtë veti pozitive, po vetëm tek zverdhja, për shkak se ndikojnë në ndryshimin e ngjyrës, prandaj preferohet që të lahen shpejt mbas një gjysmore dhëmbët. E qartë. Kemi marrë disa këshilla shumë të mira për larjen e dhëmbëve. Do kisha dashur të ndalemi pak tek pastrimi profesional i dhëmbëve. Na duhet të shkojmë te dentisti për t'i pastruar dhëmbët ose mjafton kjo larja që ne ua bëjmë zakonisht? Nëse jeni konsumues i shpesht i kafes, ose duhan pirsit, tek ata i presin pak më shpesh në klinikë. 6 muaj mund të vinë edhe më shpesh, çdo 4 muaj, që nëse e shohin që, si e thash, pjesa e brendshme nuk lahet e lehtë. Edhe nikotina e ka një vetësi, përgjithësi duhani, është një efekt vazokonstruktor. Domethënë e ul sasinë e pshtymës në gojë, dhe duke ulur sasija e pshtymës, nikotina dhe përbërësi çka i posedon duhani ngjiten më lehtë në sipërfaqet e dhëmbëve, edhe tek ata persona e shohim me njerëz që janë duhan pirse dhe kanë nevojë që të bëjnë larje më të shpeshta. Profesional është fjala, kurse pacientët që e kanë një higienë të rregullt, pacientë që dhe çdo gjë kanë të moderuar, kafen e moderuar, cigar, një ashtu edhe duhanin apo lëngje të tjera me ngjyrë, bën edhe një herë në vit. Po ideali është një herë në 6 muaj, për shkak se bëhet edhe kontrolla rutinore në të njëjtin kohë, sepse ka edhe prishje
karieset të ndryshme që mund të shfaqen dhe gojë cilat nuk japin dhimbje, por vetëm se fillojnë të paraqiten. Prandaj kontrollat bashkë me pastrim bëhet edhe kontrolla, që një herë në 6 muaj është okay. Një herë në 6 muaj, e qartë. Përmend pak shpërlarësit oral, duhet përdorur çdo ditë? Si është e preferueshme? Tash pasi që është bërë larja e dhëmbëve, edhe përdorimi i flosit, janë edhe bakteri cilat ngelen prapë në gojë, cilat po të bën një pastrim i vrullshëm, nuk largohen, prandaj shpërlarësi është një domosdoshmëri në larjen e dhëmbëve, e cila do të përdoret në mëngjes dhe në darkë. Mjafton domethënë 2 herë, vetëm se duhet të kemi kujdes që të jenë ato pa përpërje alkooli, për shkak se alkooli e bën përtharjen e gojës, si e thamë edhe më parë, kur përthahet goja dhe nuk ka dhe e bllokon edhe formimin e pështymës në një farë mënyre, atë pastaj kemi tharjet gojës edhe mund të formojë edhe erë, halitozë. Edhe pse ke përdorur shpërlarës, mund të përfundosh prapë me erë të gojës për shkak se ka pasur alkool. Prandaj do t'i zgjidhim ato pa alkool. E qartë. Folëm pak për pijet, do kisha dashur të ndalemi pak te ushqimi, me që përmendej që edhe ushqimi është një prej faktorëve kryesor që ndikon në higjienën orale dhe mirëmbajtjen e higjienës. Cilat ushqime ndihmojnë në forcimin e smaltit të dhëmbëve? Në forcimin e smaltit të dhëmbëve na ndihmon së pari bulmeti, domethënë djathi, kosi, ato ndihmojnë sepse kanë kalcium dhe fosfat dhe janë shumë e rëndësishme që të mirën. Jo ashtu edhe për organizmin tonë, por një ashtu edhe për smaltin. Sidomos te gratë të cilat kanë bërë lindje, për shkak se beba e merr një depot të kalciumit, e merr për vete, do t'i rikthejnë. Sado që të mundën do ta rikthejnë me ndihmën e bulmetit, do të thënë me djathtë dhe me kos apo me qumsht. Edhe me qumsht është dhe aty kemi të njëjtat sasi. Pastaj që përmenda për smaltin dhe për forcimin e dhëmbëve, na hin në punë edhe përdorimi i çajit jeshil, cila na forcon edhe shtresat e dhëmbit dhe na ndihmon që të mos kemi mendjeshmëri. Florit, cilat që mund ta marrim nga jashtë është shumë e vlerë dhe kanë shumë pak vende, kemi pak burime që mund ta marrim në florin. Edhe çaji jeshil është një ndër to. Tash kam një pyetje tjetër shumë të rëndësishme, që e shohim gjatë gjithë kohës, e kemi dilemë gjatë gjithë kohës. Çamçakëzët janë mirë, janë keq, ndihmojnë në pastrimin e dhëmbëve apo ju bëjnë edhe më keq dhëmbëve? Okej, çamçakëzët një ashtu edhe ajo do të përdoren në mënyrë të moderuar. Është një ndër profesorishat e mia më moshë që kemi pas në gjatë studimeve, na kishte thënë që për mbi 20 minuta nuk të bën mirë. Deri në 20 minuta është në rregull që tash për typin, shkak se për shembull je jashtë dhe nuk ke pasur mundësi që ta bësh një larje, është një lloj freskie që mund ta sjellë çamçakëzi. Por nuk bën të shta një herë në ditë mjafton diku 20 minuta që mos ta lodhim nofullën, atë moja është shumë e rëndësishme që të mos i lodhet, domethënë kyçe që i kemi këto në nofull, ajo e lodh shumë çamçakëzi, se është për typje vazhdueshme. Nuk është sikur ushqimi që për typesh edhe gëlltitesh, por është vazhdimisht që e bën. Por ndihmon edhe një lloj vetë pastrimi, për shkak se duke ngrënë sidomos të me mentol, na rrisi shasinë e pështymës dhe papastërtitë që mund të kemi pasur gjatë ditës, ndihmon që ti eliminojmë. Do të që një herë në ditë 20 minuta konsideroj si shumë në rregull. Po edhe më shumë mos ta bëjmë shkak se me vetë na lodhet kyçi temporomandibular, domethënë ato më jashtë. Po. Një pyetje ndoshta për të kaluar pak tek fëmijët dhe tek bebat, çfarë për atë, ne i themi këndej cucëll, atë pjesën, atë që e mbajnë në gojë vazhdimisht bebet, biberonin ndryshe thënë. Sa dëmton kjo dhëmbët e fëmijëve dhe bebeve edhe ndoshta edhe procesin e kur dalin dhëmbët? Biberoni me të vërtetë shpesh ka më shumë dëme se që ka anë pozitive. Kuptoj prindërit që ndonjëherë kanë patjetër që ta vendosin fëmijën e tyre në xham që ta përdorin, po thjet sasi të pakët për shkak se edhe nëse e pin biberon lëngje ose edhe nëse e pin qumësht, e cila ka laktozën, prap një lloj sheqeri, ajo fillon edhe duke pirë atë vazhdimisht fillon vetë të ketë prishje. Sidomos kur e përdorin gjatë natës, për shkak se fëmia e pin edhe flan. Ato kanë mjaftuar shumë kohë që të bakteriet që të fillojnë që të shumohen, edhe gojës edhe i bie që nuk kanë arritur që të lahen. Që një ashtu edhe nënat, edhe baballarët i ikin larjes, duke menduar që është dhëmbi qumshtit edhe do t'i ndrohen, po nuk ka të bëjë, edhe kur janë të sapo lindur, do thënë vitit e parë që kanë vetë dhëmë të qumshtit në gojë, i pare tutje kam fjallën, duhet ta përshtilin ngishtimi një gaz të vogël,
dhe që ta lajnë pa asnjë përdorës, edhe pa ujë, edhe pa ndonjë preparative, po vetëm ta largojnë pa pastërtitë që mund të kenë ngelur. Shkak se sidomos kariesi që shkaktohet nga biberoni, është diçka që i kap më shumë se një dhëm. Prandaj është pakës e rrezikshme që të përdoret nëse nuk lahet. Nuk do të lahen dhëmbët, edhe pse janë domethënë fëmijë në një moshë shumë të vogël. E qartë, po përfundojmë këtë bisedë me disa pyetje të përgjithshme që besoj që ju interesojnë të gjithë shikuesve. Në fakt, sa shpesh duhet ta vizitojmë dentistin vion? Mirë është që t'i shohim një në 6 muaj, edhe po nëse e keni gjendje në përgjithësi të mi bën edhe një herë në vit që të jenë kontrollat, por mos të ju kisha lutë të mos prisni që të keni dhimbje. Atëherë për të vërtetë po është edhe më e vështirë dhe puna jon, edhe pacienti po është më i agituar, më i mërzitur sepse tani është edhe me dhimbje, edhe seancat tona po janë më të vështira, po bëhemi po shohim që pacienti është në gjendje më stres. Ndaj ju kisha lutë që edhe po pas fatë dhimbje, një telashe, një dhimbje e vogël, një diskomfort i vogël që na vizitoni. E qartë. Një tjetër gjë që më intereson është zbardhimi i dhëmbëve, ka filluar të bëhet shumë trend kohët e fundit. Është i shëndetshëm, duhet bërë, sa shpesh duhet bërë? Okej. Zbardhimi i dhëmbëve është diçka që është shumë trend sidomos tek mosha rinore, që doin që ta kenë sa më të bardhëm, që unë i kuptoj. Ato e preferoj që ta bëjnë më rrallë. Nëse vendosin ta bëjnë që ta bëjnë më rrallë, po vetë që ta bëjnë në klinikë stomatologjike. Shkak se ne kemi në klinikat tona aktivatorët, domethënë elementet aktiv të cilat ndihmojnë në zbardhimin e dhëmbëve. Kto që i shihni online është pak më ndryshe, nuk besoj se kanë efektin e njëjtë, sepse ato materialet që i përdorim janë direkt hidrogen peroksidi dhe karbamid peroksidi, të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë në tubulat dentare dhe fillon edhe tregon rezultatin. Po një ashtu varësisht nga ndjeshmëria që e ka pacienti, që e ka nëse ka shumë më të ndishëm dhëmbë, i themi që të vi shumë më rrallë. Pacient që i ka pak, shohim që dentinën më të dendur, mund ta presim që të na vi çdo një vit, po nuk duhet të tepruar me zbardhime, për shkak se avash, jo nuk është që e hollon dhëmbin, që është ajo fjala, po mi hollon dhëmbët, po fillon edhe dhëmbi fillon që të ketë më shumë ndjeshmëri. Për shkak se edhe zmalti me kohën që folëm më parë fillon edhe hollohet. Këto janë faktorë, që nuk është që hollohet dhëmbi aq lehtë. E qartë. Një pyetje për fund, sepse jemi në fund të intervistës, një këshill që do kishe dashur për fund, ndoshta sepse folëm për shumë çështje të higjienës orale, po diçka që ndoshta na ka lënë e kemi lënë pa përmendur? Nuk po të më kujtohet diçka që kemi lënë pa përmendur, po gjithsesi mund ta bëjmë një përmbledhje të vogël që higjiena është shumë e rëndësishme që të bëhet higjiena e gojës, sidomos të bëhet në mëngjes dhe në mbrëmje. Filli dentar është shumë e rëndësishme, prandaj duhet të përdoret edhe ajo sa më shpesh, edhe shpërlarja, e cila duhet të bëhet diku 30 sekonda që të zgjasë, pasi që i kemi mbaruar larjen. Edhe një detaj se përmendëm, pasi që kemi ngrënë ushqim mirë që të lajmë dhëmbët, por mos të nxitojmë që t'i lajmë me një herë. Të presim një 30 minuta që të bëhet një rebalancim i aminoacideve në gojë, i pH-it që të bjerë në nivelin si ishte më parë, shkak se mas ushqimit ato fillojnë edhe luajnë pak, pas 10 minutave kur stabilizohet, mund ta bëjmë larjen për shkak që mos ta dëmtojmë zmaltin. Edhe kontrollat rutinë, çdo 6 muaj, një vjet. E qartë, u kry. Faleminderit për krejt këshillat vion, uroj që gjithë ata që na ndjekin ti kenë marrë kështu me shumë seriozitet në mënyrë që të kenë një higjienë orale të shëndetshme, por edhe një buzëqeshje të shëndetshme, sepse mbi të gjitha është edhe dukshme, është edhe fizike. Kujdesi ndaj higjienës. Unë të falenderoj shumë Vion që ke gjetur sot kohë për të qenë pjesë e emisionit. E di që je me punë, edhe e di që ke angazhime të shumta, por e vlerësoj shumë që ke ndarë këtë kohën për të qenë pjesë e televizionit Alsat. Ne do shihemi sërish bashkë me ty, besoj diku nga Prishtina, Prizrenja, nuk e di se ku. Po, kështu që do shihemi shumë shpejt. Faleminderit edhe për ti shumë për kohën që ndat, më falni se kisha emocione, se nuk ishte e bëj shpesh, po e bëra me shumë qef, sidomos që arrita të flisja pak me ti se më kishte marrë malli. Ka qenë gjithçka shumë perfekte. Faleminderit shumë, paç një ditë bukur sot e një ditë të mbarë. Mirupafshim.